Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtundat 7 qershor. Gazeta Dita hapet me lajmin gabim në Çkodim, për kë flasin avokati Saliut Genc Gjokutaj në mesazhin e koduar të ashpër në rrjetin e tij social, ku përmendi përplasje trup më trup me ata që duan ta zgjësojnë Berishën. Arsyeja pse Berisha vendosi të mos flasë më për vjedhje votash, por të sulmojë Shqipërinë si narkoshtet. Më në brëndësi mund të lexoni pa dije pafalshme për kthyesve dhe redaktorëve. Vështrimet e reja për librin e parë shqip. Trysnia Trump kërkon nga shtetet e Ballkanit të marrin emigrantët e dëbuar nga Amerika. Trump dhe Musk kthehen armiq të betuar, përse duhet të bëjmë kujdes me kafeinën nga rubrika e shëndetit. Gazeta Panorama hapet me lajmin pensionet e reja, ISSH miraton vendimin me koeficientët e pagave. Rama me arkitektet, buka është e bollshme, zemra është e hapur dhe kripa nuk mungon. Nga 13.000 dosje marrin dëmshpërblim vetëm 3.115, fondi i mbetur. Të moshuarit do përjashtohen nga taksa e pronës. Në gazetën Telegraf mund të lexoni: Brukseli vijon goditjet, Shqipëria e fundit në rajon për sigurinë kibernetike dhe arsimin. Historia e qeverive të parakohshme në Shqipëri. 2 rastet ku qeveri teknike përgatitën zgjedhjet, si u menaxhuan zgjedhjet e viteve 1992 dhe 1997. Nga Vilson Ahmeti dhe Bashkim Fino, si dhe rasti i kryeministrit Meksi që mori çelësat nga një kryeministër teknik dhe ja dorëzoi sërish një kryeministrit teknik, ja emrat e ministrave. Kryeministri Rama: Shqipëria sot prodhon më shumë arkitekturë se e gjithë Europa. Projektet në Tiranë jo mediokre, por të gjalla. Rinumërimi votave, ja kush rrezikon mandatet. PD shpreson deputetin e 14 në Tiranë. TPS mund të ndryshojë renditja brenda llojit. Siguria dhe rendi mbyllen aplikimet për kreun e BKH-s, ja si bandat shqiptare janë bërë të preferuara të karteleve ekuadoriane. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni: sot ora 20:45 Shqipëria kërkon triumfin e madh kundër Serbisë, fitoni për ne. Braziliani Silvinho është i bindur imposhtim, dilema në mbrojtje, sulmja si luajnë kuqezin. Gjimshiti gjithçka në fush, mesazhi është dominimi. Tirana është bunker, tifozët pushtojnë rrugët. Bala i kthehet Beogradit, natë e madhe nuk harrohet. Duro, Pano e Rakli. Shqipëria ja del këtë herë. Kosova show me rezervat përmbys Armenin me 5 gola. Italia pa busull e turpëron me 3 gola Norvegjia. Jamal kundër CR7, një duel gjeneratash. Interi e mbyll për Kivun, mungon vetëm zyrtarizimi. Zbardet kalendari sezoni 2025-2026. Tenis meshkuj, Sinner Alcaraz, finalja e madhe e Roland Garros.